e ligjit 2020 mos gaboj, ligjit 80-2020 mos gaboj, e ka qartë A53. Do të atakojnë, për të ataku nuk e nalon. Po shkon e takon. Jo për fushat, nuk thotë që do të shkoj të bëj fushat brenda institucionit. Po po them, po një njeri që shkon e takon nuk është ndaluar që ti thotë që mund të votosh. Unë që duhet votoj, jam në burg, si duhet të ndaj unë votën time? Bazuar në çfarë? Ka një informacion, se kjo ishte pyetja, a ka në një informacion që këta do t'i informojnë dikush se si do jabë votën? Si do jabë unë votën? Unë votën s'do jabë se më pëlqen. Prandaj them dhe pastaj, kam dhe diçka tjetër, këtu i bie që tjetë pak preferenciale, se kush është kandidat dhe është brenda burgut, i bie që mund të marrë shumë vota vetëm sepse ka numër votuesi. Tjetra që është më interesante, që nëse ti je nga Shkodra dhe je me votjen e dënimit, je i dënuar dhe votja e dënimit po bën fier, ti ke drejt të votosh për kryetar bashkie për një kandidat që është. Dhe ti mas 3 ditësh lirohet dhe i Shkodër. Ja, kjo është normale. Normalisht kjo. Kjo është nga Shkodra dhe voton për një kandidat për kryetar bashkie është fier. Dhe një votë është diferenca. Pra si ndikon edhe pushteti lokal, po jo unë kam një pyetje tjetër. Për shembull, kemi rastin. Se mirë për deputet, se deputetët hajnë gjithçka në parlament. Politikanët të cilët janë kandidat në këto zgjedhje. Ata, nëse pra flas, duhet ta bëjnë fushatën pikërisht për votën e tyre, duhet marrin në cilat kushte janë. Flas për rastin e zotit Meta. Zoti Meta. A shpaloset një platformë në burg, kjo është ideja. Po pra, i ndalohet zotit Meta si kandidat që të shpalos ndoshta edhe një... Jo pra, platformën ai e bën, ai platformën e përcjell nëpërmjet linjave të partisë. Po nuk mundet ai të organizoj takime apo konferenca nëpërmjet. Unë kam pa... I burgosur, i është në paraburgim. Kam pa shansin që kam hetu lidhur me këtë çështje dhe me rezulton që gjitha janë 90% të partisë në pushtet, gjithë ta. Nuk kam pas në një lëvizje 50-50 në burgje. Por çuditërisht, kam pa që gjitha votat pra shkojnë në partinë në pushtet. Po kjo për faktin se partia në pushtet bën fushata brenda jo se bën fushata. A ka në ndikim? Jo, po ndikimi është jo i drejt për drejt. Nuk është ndikimi i drejt për drejt, por është ai ndikimi i përgjithshëm që partia në pushtet ka më shumë hapësira për ta përçuar këtë lloj informacioni, sepse ndikim të drejt për drejt nuk ka, është ndaluar rreptësisht që të përdorësh ligjin apo të bësh veprime të cilat bijnë kundërshtim me ligjin për të detyruar një të burgosur që të votojë njërin apo tjetrën palë. Kështu që kjo i bie që nëse në gjitha rastet kur e Majta ka qenë pushtet ka fituar votat e burgosurit dhe Djatha ka qenë pushtet ka fituar votat e burgosurit, vjen vetëm për faktin që për shkak të administratës mundet të futet dhe të ketë më shumë hapësira